Muj Krasniqin, 39 dëshmorë tjerë morit e pashtrikut. Dhe pas përfundimit të luftës, kom qenë interesuar me gjetë më fotografitë e familjes dhe fotografinë time, cilën në atë kohë Marrët Berishës në ka bën gazetari Paul Rashordi me Novkën Piteri. Dhe i kom gjetë disa fotografi, po vetës kam mujtë me gjetë asnjëherë. Dhe aty li fotografinë time, kom hasë një qëzime të ndryshme, njerëz që kam bërë video të ndryshme gjatë luftës. Kasetën atë kohë kanë qenë VHS, të mëdha. E kom gjetë mos pari luftën në Llamboshnekën, në Lladrës. Edhe atë kasetën më qyrë shumë herë, po tani në përdorës manjerë kur shkejke në për takime ndryshme, ike njëri fjallë din që këtë filone ka bo, shumë ka pas kamerë, ka bujnë qëzë. Edhe më shkush dhe herë i kom kërkuar se kom qenë i ri. Po fillimisht më kam prit keq, një pjesë e mollë, kamerë mollë më ka rej, sepse kom kanë thonë këti i ri dhe që po dënë ty, edhe kam minu që është ke punë në jam hajgore. Po s'kom hek dorës në herë diri saj. Ata i kom binë që unë kam këtë punë për e me, se jam i ri. Dhe sot është një fat i madh, është më çudi që është kom mujt me pas këtë bagazh kaq të madh, gjithë qëzime. Sa i kem letë deri tash sa? Deri sot jam në ofër 18.000 euro. Para 3 vjetë nga pas 2.000-3.000 euro, po tash fundi i na rëndësym më shumë popull edhe na kanë thirrë vetë mua dhe ministritin, ministrat planin na kanë thirrë kamermanët ndryshme, na kanë afrojnë qëzime ndryshme, njerëz privat që kanë bujnë qëzime ndryshme. Po, sot kam marrë shumë mira, raporte shumë mira me që ata kamermanës në më rrej. Tash besoj. Sepse tash janë notarë, kanë ditë që është adresa është e ju një mas sinqertë në jam në administrat plovës. Edhe ata janë të nosin në punën turnë edhe ki bashkëpunim me ta. E sa të realisht janë pamjet vështira, a i ke pas vështirë një në fillim se thënë mi po, kur shefër i të pali në këtë gjatë rana mi po?